Bamirësia është një akt humanitar që u jep një shpresë atyre që ka nevojë, por ajo merr të tjera dimensione kur kryhet nga fëmijët. Një aktivitet i tillë nga nxënësit e shkollës Alia Gjahu u zhvillua ditën e sotme. Fëmijët në bashkëpunim dhe me mbështetje nga mësuesit e shkollës së tyre bën të mundur mbledhjen e disa pakove, kryesisht me veshmbathje për t'u adhuruar atyre familjeve në nevojë. Njëra nga mësueset organizatore të këtij aktiviteti u shpreh se ky aktivitet shërben për të lehtësuar sadopak dhimbjen e këtyre familjeve dhe për t'i ndihmuar në përballimin e kushteve të këqija atmosferike. Sot ne jemi mbledhur në këtë aktivitet në bashkëpunim me Fondacionin Ndihmë për Ballkanin, A2B, shkolla jon Alia Gjahu me përfaqësinë e Senatit dhe një grup nxënësish nga klasat e 8 dhe 9. Kemi mbledhur ndihma, kanë kontribuar të gjithë nxënësit, sidomos cikli fillor dhe pak ai i lartë. Ndihma që konsistojnë në veshje, lodra për fëmijë, për të ardhur sadopak në ndihmë njerëzve në nevojë, fëmijëve me aftësi të veçanta, edhe për t'u ndjerë dhe ata domethënë të vlerësuar, sidomos nga ndihma e komunitetit të fëmijëve. Shkolla jon gjithmonë ka qenë mbështetëse në këto aktivitete, me shumë fondacione të cilët kanë ofruar këto aktivitete dhe siç është ky sotmi ku ne domethënë kemi ardhur këtu. Ky donacion ka patur dhe mbështetjen e bordit të prindërve në këtë shkollë. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të ndihmojmë familjet në nevojë, kryesisht janë familje të cilat nuk kanë ndihmë, domethënë dhe ne kemi përgatitur bashkë me të gjithë stafin drejtues të shkollës Alia Gjahu, me të gjithë prindërit dhe fëmijët që zhvillojnë shkollën Alia Gjahu, kemi përgatitur disa ndihma, domethënë humanitare për këto familje në nevojë, kryesisht janë veshmbathje. Përgjigjen më njëherë prindërit e tjerë dhe fëmijët? Po, ishin shumë të gatshëm, sidomos cikli ulët dhe cikli 9 vjeçar ishin të gatshëm, domethënë të ndihmonin këto familje të cilët kanë shumë nevojë për këto materiale. Janë materiale të ndryshme, janë lodra, kryesisht lodra dhe veshmbathje. Ky aktivitet tregon dhe njëherë për sensibilizimin që karakterizon shkollën Alia Gjahu, duke u ardhur në ndihmë familjeve në nevojë.